ketë një ndryshim edhe në rastet ku qeveria nuk tregon shenja që ka dëshirë të ndryshojë apo nuk ka dëshirë që gjërat të përmirësohen, këtu pastaj është nevojë dhe domosdoshmëri që të jetë populli ai që e kërkon këtë dhe me format e tij më të ndryshme në një forma demokratike, duke filluar që nga reagime personale deri në protesta të mëdha dhe këtu do i ftoja shumë që t'i bashkoheshin opozitës si e vetmja mënyrë për të qenë një grup sa më i madh për ta kundërshtuar këtë qeveri dhe mënyrën se si këta qeverisin. E qartë. Ndërkaq të fundmin kemi parë edhe vrasjet të cilat kanë mbetur pa autor dhe jo vetëm dhe arretisje nga burgjet të sigurisë të lartë, i cili ishte edhe rasti i fundit që ne dëgjuam në Durrës, por edhe time të cilat janë mbyllur tashmë pa rezultate. A jeni dakord zoti Myrtollari se këto tashmë nuk janë më raste të izoluara? Sigurisht ka shumë raste sa ka ndodhur shpejt. Për të gjitha ngjarjet kriminale në Shqipëri, çojnë dhe na japin imazhin dhe pasqyrën që këtu krimi i organizuar nuk luftohet, po përkrahet. Dhe ndoshta dhe specifikisht disa grupe të saktuara. Dhe për këtë arsye jam shumë i vetëdijshëm që këtu do ketë ngjarje të cilat të tjera në të ardhmen, nëse nuk do ketë ndryshime reale dhe serioze, do ketë ngjarje të tjera të cilat janë të pa zbuluara dhe ngjarje si ajo e Durrësit ku nuk kishte funksionuar asnjë lloj sistemi, pa duket qartësi që ka qenë disa persona brenda institucioneve të shtetit kanë qenë në ndihmë të autorit i cili u arratis. Sepse nuk mund të ndodhte të ndryshe një person i akuzuar për ngjarje kaq të rënda kriminale të kishte ato masa sigurie, nëse ato mund të quheshin masa sigurie. Kemi parë persona të cilët kanë qenë për të arrestuar për protesta dhe që kanë qenë me pranga në përduar. Jo më persona që kanë qenë të akuzuar për vrasje, të cilët shkojnë në spital shumë lirshëm vetëm me një policë. Domethënë, këto çdo person i logjikshëm që i shikon dhe i analizon, kupton që këtu ka pasur dorë persona të cilat janë të rëndësishëm brenda shtetit, brenda strukturave shtetërore, që kanë qenë në ndihmë të këtyre. E qartë. Zoti Myrtollari, nga ana tjetër, një koment për gjykatën kushtetuese e cila ka marrë ndërkaq vendimin lidhur me kërkesën e kreut të Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha, mbi masën e arrestit shtëpiak dhe sipas informacioneve gjykata kushtetuese i ka dhënë të drejtë Berishës në këtë rast se kozgjatja e mbajtjes nën arrest shtëpiak ishte e tejzjatur. Si e lexoni ju të gjithë vendimin e gjykatës kushtetuese, pra që konsideron të tejzjatur masën e arrestit shtëpiak dhe nga ana tjetër a është ky vërtet sinjali për mënyrën se si janë përdorur masat e sigurisë në rastet e profilit lartë ashtu siç është zoti Berisha? Tani, ne e kemi thënë gjithmonë, domethënë gjatë kohës që zoti Berisha ishte në arrest shtëpiak, që kjo është një luftë që bëhet atij luftë politikisht për ta larguar nga terreni dhe për të mos qenë afër me Partinë Demokratike, për ta dëmtuar Partinë Demokratike dhe ky vendim sot vjen si një drejtë morale që fiton jo vetëm zoti Berisha, po opozita, që ka qëndruar gjatë asaj kohe krah zotit Berisha, dhe na jep një provë më tepër për të thënë që kemi qenë në krahun e drejtë, në krahun e duhur në atë moment. Tani vërtet kjo nga ana morale na jep një besim dhe na jep një të drejtë, por një drejtësi e vonuar është një drejtësi e munguar realisht. Dhe tashmë me luftën që është bërë zotit Berisha, është dëmtuar dhe Partia Demokratike. Sot Edi Rama është në mandatin e 4 të tij dhe në këtë rast drejtësia ka sado pak apo shumë pa dashur ta bëjë si një faktor që ka vendosur gjithçka, por ata kanë arritur dhe kanë ndikuar edhe në zgjedhjen e zotit Rama për mandatin e 4, duke sulmuar opozitën në tërësi me këto masa shtrënguese. Zoti Berisha ka qenë për 333 ditë i ngujuar në arrest shtëpie dhe ka qenë shumë larg duke e zhbërë dhe fokusin e opozitës Partisë Demokratike, duke qenë në mbështetje të liderit tyre, duke kërkuar lirimin e tij dhe duke mos vazhduar aktiviteti opozitar në një mënyrë normale të bërit opozit. Pikërisht kjo është një nga instrumentet që ka përdorur qeveria nëpërmjet drejtësisë për të arritur dhe për të ndikuar, për të goditur opozitën për të marrë mandatin e 4 dhe ne këtë
Këtë e kemi faktuar dhe kemi dokumentuar më herët, por në këtë rast ky vendim i vonuar vjen si një provë ekstra morale për ne, për të thënë që kemi qenë në krahun e dur dhe në kohën e dur në atë moment. E qartë. Mirë, zoti Mërtellari, për të mbyllur pyetja e fundit, mendonin se i gjithë ky vendim tashmë krijon një standard të ri për raportin mes SPAK-ut dhe gjykatës kushtetuese, veçanërisht për çështje të cilat lidhen me kufizimin e lirisë personale dhe nga ana tjetër cili është dhe mesazhi që u jep ky vendim qytetarëve të thjeshtë. Të jemi sinqert, domethënë, në momentin kur ka, si të thuash, jo dakordsi edhe brenda institucioneve të drejtësisë, është gjë e mirë sepse nuk lejohet që të ketë shumë autoritarizëm, se gjithmonë një personi kur ka shumë pushtet, individi shkon drejt autoritarizmit. Edhe SPAK-u duhet të jetë shumë i kujdesshëm, pra sistemi i drejtësisë që kur jep masa shtrënguese të jenë të bazuara në prova dhe në fakte. Duhet të jenë jo për të prishur punë, po për të rregulluar punë. Dhe në rastin e zotit Berisha, duke ju referuar zotit Berisha, sepse çdo rast ka specifikat e tij, domethënë nuk mund të gjykohet çdo rast për të dhënë një ngjarje, një panoramë të përgjithshme. Në rastin e zotit Berisha ishte i akuzuar apo është i akuzuar për një ngjarje që ka ndodhur përpara 2013-s dhe zoti Berisha dhe Partia Demokratike nuk janë në pushtet për të prishur provat. Pra, as për të intimiduar dëshmimtarët nëse ka dëshmimtar. Ka ngjarje shumë të ndryshme, pra për të bërë një dallim midis rastit të zonjës Balluku në këtë rast, po e marr si shembull me zotin Berisha. Nëse zonja Balluku në këtë moment është zëvendës kryeministre, ministre e infrastrukturës, është qeveria në pushtet me 83 mandate, sigurisht që këta kanë aq shumë pushtet për të ndikuar edhe tek dëshmitarët dhe për të prishur provat, ndërkohë që zoti Berisha ishte një person i parezikshëm për prova dhe fakte, do të them thonjza, nëse drejtësia ka pasur në këtë rast. Pra, janë dy gjëra të ndryshme dhe mendoj që gjykata kushtetuese në këtë rast duhet me këtë vendim që ka dhënë, i ka dhënë një mesazh të gjithë prokurorëve të SPAK-ut apo të gjithë institucioneve të drejtësisë që duhet të jeni shumë të kujdesshëm, pra mos përdoreni politikisht. Çdo veprim që duhet të bëhet dhe çdo veprim që duhet të kryhet, duhet të jetë konform rregullave dhe ligjeve. Në fuqi. E qartë. Mirë, zoti Mërtellari, kemi arritur në fund. Faleminderit shumë për të gjitha informacionet. Faleminderit juve. Ju falenderoj, kënaqësi. Mirë, nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish ditën e hënë, deri atëherë mirupafshim.